Komedi më i bukur që mora në story ishte Ogena, mirë që ti dhe Xhaxhai pullat e gjelat, po nuk i therë të ai. I ka therë Xhaxhi 1 herë, 2 herë, po nuk bëhet gjithmonë, apo jo. Unë veti kam therë para disa viteve, kanë qenë 3 pulla, edhe u betova që s'do t'i bëja më. Kështu që unë nuk i bëj më. Unë këtu, në këtë video, thjesht po ndihmoj me disa gjëra të vogla. Im shoqë insistoj që unë t'i lyeja duart me gjakun e pulës se do më bëjnë mirë. Nuk e di nëse kanë një bazë shkencore apo është thjesht një besim i vjetër popullor, por juve më thoni, a keni dëgjuar ndonjëherë për këtë? Pastaj filluam punën në ujë të nxehtë, pendët, kemi pastruar me kujdes edhe mbi flakën e sobës me gaz, që t'i hiqnim çdo çime. Edhe me ato të brendshmet, shumë kujdes kemi treguar, edhe kemi ruajtur amëlqit, veshkat, zemrat, edhe disa vezë të pullave. Po ju, populli, jeni marrë ndonjëherë me këto aktivitete akrobatike të pullave dhe gjellave? Më tregoni. Ju përshëndes, Migena me sofrën e Migenës.